Me ngritjen e flamurit shtetëror në Prishtinë, filluan aktivitetet për shënimin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Nga këto, e para e vendit, presidentja Vjosa Osmani uroi të gjithë qytetarët dhe kujtoi të rënët për liri. Të njëjtën kohë bëhemi bashkë për të përkujtuar të gjithë ata që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që ne sot ta gëzojmë shtetin. Ndërkaq kryekuvendarja Albulena Haxhiu deklaroi se pavarësinë e nderojmë duke punuar. Pavarësinë e nderojmë nëse punojmë me institucione funksionale që funksionojnë me integritet, por po ashtu edhe me profesionalizëm. Më pas, qeveria mbajti një mbledhje solemne për nder të kësaj dite. Këtu, kryeministri Albin Kurti nuk la pa përmendur katërshën që po gjykohen padrejtësisht në Hag. Në këtë ditë feste dhe reflektimi, nuk mund të mos kujtojmë se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sonë sot mbahen padrejtësisht në Hag. Presidentja Osmani e kryeministri Kurti me kabinetin qeveritar vazhduan ditën me homazhe tek monumenti të pagjeturve në kryeqytet. Varri ish presidentit Ibrahim Rugova e veprimtarit Adem Demaçi. Veprimtarinë e ish presidentit historik e nderoi edhe i pari i kryeqytetit Përparim Rama. Të jemi të përbashkët, të bashkëpunojmë për të mirën e vendit tonë, të ngrisim lart e më lart shtetin tonë, shtetin Republikën e Kosovës. Ora 9 e mëngjesit, krerët i gjeti në prekazin heroik të komandantit legjendar Adem Jasharit. Buqeta lule tek varret e familjes Jashari vendosi edhe kryetari i Skenderajt Samel Ushtako. Përveç udhëheqësve shtetëror, kompleksin memorial e vizituan qytetar nga të gjitha trojet shqiptare. Në prekaz nuk qenë, por përmes rrjeteve sociale, Lumir Abdigjiku nga LDK e Ramush Haradinaj nga AAK uruan 18 vjetorin e shtetësisë.